me përgjithësi të plotë e thamë. Sallat, të gjitha këto salla, punimet në këto salla kanë shku konform kontratës të cilën e kemi nënshkruar. Jam i kënaqur me punimet që i ka bë ai operator ekonomik. Ju njoftoj se salla do thotë përfundimi i punimeve në këto salla që po i përmendni ju, do thotë ka qenë viti i kaluar. Punimet, renovimi i këtyre sallave është bërë në vitin e kaluar. Në pjesën e dytë të vitit, saktësisht me datë nështë ta mund ta gjej dikun, po ka qenë në pjesën e dytë të vitit të kaluar. Kemi pas një shqetësim në një fshat këtu, në fshatin Vragoli, në fakt jo në Vragoli, po në Miradit e Epërme. Ka qenë një shqetësim, jam shku, e kam pas sallën javën e kalume, personalisht. Edhe kam pas e ka nevojë për një 2-3 ndërhyrje të vogla. Ka qenë se ku di unë nuk po mdoket ujë nuk ulshu, po ujë ajo është testu, do thotë, janë testu, ajo është i gatshëm, nuk është në kompetencën e punëkryesit. Edhe ka pas një vend po mdoket një rrjedhje të vogël për të cilën jo vetëm ato, po edhe në salla të tjera ne kemi edhe pas përfundimit të kontratës. Një vit kemi një lloj garancioni që na jep punëkryesi, e kemi në letër, është pjesë e kontratës, dhe me cilën kudo që na shfaqet ndaj defekt, ai shpreh gatshmërinë për të intervenuar. Po filloj prej fundit për me u kthym mbrapa. Spori për gjendjen. Unë kam vizitu këtu solla Vragolis përveç mungesës e Miradisë së Epërme përveç ujit ka edhe shenjat që ka piku. Në 2-3 vende ka shenjat që ka piku. Në PMZ-n vrehet lagështia në mure edhe mungesa e ngrohtores. Në Lismer vrehet po ashtu lagështia në mure, edhe brenda, edhe jashtë. Në Vragoli, përveç disa dëmtimeve në dysheme, edhe dyshemeja nuk është ati materialit të gomës, po është laminat ose parket, po ashtu është një gjam i cili ka ra. Drejtarët janë jo stabile. Në sallën e arteve marciale, me sa kam po ashtu është parket e jo dyshemeja me material që shka qenë në kontratë. Për sallën në shkollën Selmariza, nuk po me folë se na kanë thonë që nuk e kanë bo pranimin teknik fare. Këtu, që kjo është gjendja të cilën e kom po pas renovimit, jo para renovimit. Tani, shkojmë radhazim. Unë me përgjithësi të plotë e thamë. Sallat, të gjitha këto salla, punimet në këto salla kanë shku konform kontratës të cilën e kemi nënshkruar. Dhe në mbikëqyrje të plotë të menaxherëve tonë të mbrëmshëm. Dhe përderisa e përmend ku diun sallën e sporteve marciale që jo parket pa ato. Do thotë ato ka ndryshojnë sepse në atë sallë sepse është e sporte marciale. Dhe sigurisht është dashur në paramas dhe në projekt është e parapa me çaj material që tjetë ato, është shumë normal. Se përket sallave të tjera që i përmendni që shfaqen shenja të lagështisë, ato mund të jenë sepse mbrana krijohet një lloj kondenzimi i ajrit përderisa ato janë të shfrytëzueshme ende. Përndryshe cilësia punimeve është në standardet të sipas projektit. Po, me që s'ka ajrosje, nuk shfrytëzohen, nuk hapen dritarët, ajo vetë ju sigurisht se krijon ndoshta edhe ato shenja mund të jenë shenja të lagështisë, por që unë personalisht i kam vizitu, unë nuk i kam pa, ju po thoni që i keni pa, po unë personalisht i kam pa, përveç neve i ka pa dhe kamera. Po mirë, nuk më pengon ajo, po e di saktësisht se mund të krijohet, i kam pyet njerëz të fushës që merren me këto, dhe kjo krijohet për shkak të mos funksionimit. Do të thotë që s'është funksionale ende, nuk ka mundësi ajrosje për momentin, përderisa të jenë të shfrytëzueshme, pastaj sigurisht do të jetë më lehtë për të edhe për të shfrytëzuar, po edhe nuk do të krijohen këto telashe kur të fillojnë të jenë funksionale. Përveç në Lismer që në kanë thonë që është kry pranimi teknik, po më duket në sallat tjera, a është kry apo nuk është kry hala? Të gjitha sallat teknikisht janë të përfunduara. Mendoj pranimi teknik, dokumenti, është bërë për gjitha. Është kry edhe ka përfunduar, edhe kam nënshkruar kontrollin. Tash për më kthy pak më herët. Këto salla kanë pas prokurim spari vitet 2018-2020 për ndërtimin e tyre, nuk janë shfrytëzuar.
është desht me u renovu. Po. Cila ka qenë arsyeja që disa salla që janë ndërtu, është dhënë pare për to, është desht me ushti pare për herën e dytë, përsëri në të njëjtat. Unë për këtë pjesë nuk mund të flas, sepse unë detyrën e drejtorit e kam marrë me datën 2 nëntor të vitit 2023, dhe deri atëherë nuk kam qenë në pozitën e drejtorit kulturës. Unë flas vetëm për këtë pjesë kur i kam gjetë sallat në fazën e renovimit dhe prej ditës parë kur kanë filluar punimet i kam përcjell, i kam monitoruar, i kam vëzhguar dhe jam i kënaqur me punimet që i ka bë ai operator ekonomik dhe sigurisht se do të jem pranë këtyre sallave derisa të finalizoj ato, të pajisim me rekuizita sportive dhe të jenë të gatshme për të shfrytzuar nxënësit të aty në shkollave atë, por pse jo edhe qytetarët aty në fshat. Për sërim, nuk kam t'ja bo juve pyetjet personalisht si individ, po institucionit. Duke u bazuar në ato që po presim me pas kujtesë institucionale, jo individuale. Nëse nuk jeni ju kompetent me na fol për çato, kush kish qenë? Nuk po them që s'jam kompetent, po megjithatë e di që janë zhvilluar procedurat, ka pas dëmtime të atyre sallave, kanë qenë të dëmtuara. Dhe sigurisht se do të jenë zhvilluar gjitha procedurat për renovimin dhe intervenuar në këtë salla, kanë përfunduar punimet dhe tash është kjo gjendje cila është.